Prokuroria ka ngritur padi për dhunë mizore dhe nxitje për vetvrasje për bashkëshortin e gruas së re që kërceu nga balkoni në Karposh. Ndaj tij prokurori publik propozoi zgjatjen e masës së paraburgimit të përcaktuar më parë për të dyshuarin për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë që ai të vazhdojë të kryej krime të dhunshme. Prokuroria sqaron se ditën kritike më 2 mars në disa lokasione në Shkup, i dyshuari e kishte dhunuar gruan e tij, duke i shkaktuar lëndime fizike. E ka goditur me shuplaka dhe grushte, nga të cilat në një moment ajo edhe humbi vetdijen. Po atë ditë, tregojnë mëtej, në parkingun pas gjykatës themelore penale në Shkup, i akuzuari i ka bërë kërcënime serioze me jetë të dëmtuarës. Abuzimi e çoi gruan në gjendje të rëndë psikologjike, frike, pa shpresë dhe ndjenje pa fuqie, dhe pa qenë në gjendje të menaxhonte dhe kontrollonte në mënyrë të arsyeshme veprimet e saj. Ajo kreu vetvrasje duke u hedhur nga balkoni i apartamentit të saj në katin e 6 së bashku me vajzën e saj. I akuzuari shtojnë ata një periudhë të gjatë të sjellur në mënyrë mizore dhe çnjerëzore ndaj të dëmtuarës, e cila ishte në një pozicion varësie dhe në nënshtrimi faktik dhe ekzistencial ndaj tij. I akuzuari e kishte bindur të ndjerën Ivana Jovanovska që në nëntor 2022, nëpërmjet një marrëveshje e dhurate, t'i jepte atij pjesën e saj të apartamentit në të cilën jetonin së bashku me vajzën e tyre të mitur, me marrëveshje që ajo dhe vajza të vazhdonin të jetonin në apartament. Megjithatë, pasi fitoi pronësinë, i akuzuari filloi të abuzonte psiqikisht dhe fizikisht atë, dhe në vitin 2025 intensiteti i abuzimit u përshkallëzua në trajtim mizor dhe çnjerëzor të gruas së tij. Po ashtu tregojnë se akuzuari e rrihte dhe e poshtronte gjithnjë më shumë grua në shtëpinë e tyre, në prani të vajzës së tyre të mitur, në vende publike dhe para dëshmitarëve të tjerë, duke e kërcënuar se do ta nxirrte nga shtëpia ku jetonin dhe do t'ia merrte vajzën e tyre të mitur.